Seanca e radhës për dosjen Metamorfoza është shoqëruar me dëshminë e biznesmenit Plum Gjoka, i cili përballet me akuza të rënda në një prej proceseve më të rëndësishme të SPAK-ut kundër krimit të organizuar. Para trupit gjykues, Gjoka holli poshtë pretendimet e prokurorisë dhe duke deklaruar se hetimi ndaj tij mbështetet në materialet që sipas tij nuk provojnë identitetin dhe as përfshirjen e tij në vepra penale për të cilat akuzohet. Një pjesë e rëndësishme e qëndrimit të tij u fokusua tek komunikimet e siguruara nga platforma e koduar Sky EncroChat, të cilat përbëjnë bazën kryesore të akuzës. Sipas Gjokës, interpretimi i kodeve dhe pseudonimeve të përdorura në biseda nuk mjaftojnë për të vërtetuar autorsinë e komunikimeve. Ai argumentoi se edhe në rast se pranohet identifikimi i personave të përmendur nga prokuroria, përmbajtja e bisedave mbetet kontradiktore dhe nuk mbështet konkluzionet e ngritura nga organi i akuzës. Gjoka kundërshtoi gjithashtu akuzën për korrupsion, duke deklaruar se nuk është informuar qartë për episodin konkret që i atribuohet. Sipas tij, SPAK pretendon se ai ka ushtruar ndikim tek 2 gjyqtar, por vetë këta të fundit kanë deklaruar se nuk e njohin personalisht. Biznesmeni mohoi çdo lidhje me vrasjen e gjindoit në Shkodër, si dhe me ekzekutimin e Gent Stafilit. Për sa i përket komunikimeve të paraqitura si prova nga prokuroria, i cilësoi ato si biseda të pavërtetuara dhe pa vlerë provuese. Procesi gjyqësor vijon me shqyrtimin e provave dhe gjyqimin e pandehurve të tjerë, ndërsa SPAK mbajnë qëndrimin se komunikimet e Sky EncroChat përbëjnë një element kyç në zbardhjen e aktivitetit kriminal të grupit të akuzuar.